Viti i ri akademik 2025-2026 e gjen Universitetin e Vlorës Ismail Qemali me një rritje të numrit të studentëve në të gjithë fakultetet e tij. Në vitin e parë një numër të konsiderueshëm studentësh e ka regjistruar edhe Fakulteti i Shëndetit. Në ditën e parë të startimit të vitit të ri akademik, studentëve të rinj u shfolur gjerësisht për programet e studimit dhe u dhënë orientimet përkatëse. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur dhe shumë faleminderit që keni zgjedhur të jeni pjesë auditorëve të Fakultetit të Shëndetit. Shumë faleminderit që keni zgjedhur të jeni pjesë dhe të zhvilloni studimet tuaja në fakultetin tonë në departamentin e infermierisë. Sot, si dita e parë e fillimit të vitit të ri akademik, dua të uroj juve, por njëkohësisht edhe gjithë familjet tuaja që ju kanë suportuar dhe që ju kanë mbështetur në këtë rrugtim tuaj derisa keni ardhur sot dhe jeni bërë pjesë e universitetit tonë dhe fakultetit të Shëndetit. Dita e parë ne kemi si traditë që çdo ditë të fillimit të vitit të ri akademik t'u apushtojmë studentëve të vitit të parë, pra t'u apushtojmë juve. Dhe pikërisht sot në këtë ditë, juve si studentë të vitit të parë, ne duam që t'u japim të gjitha orientimet përkatëse dhe gjithçka që lidhet me akomodimin sa më normal dhe sa më të thjeshtuar në auditoret e fakultetit tonë. Fakulteti i Shëndetit është i pajisur edhe me laborator modern dhe bashkëkohor për zhvillimin e orës së mësimit, me të cilët janë njohur më gjerësisht edhe studentët të vitit të parë. Ka shumë ky është laboratori i anatomisë, sepse thamë që kjo ditë do të jetë si seancë këshillimi, do të jetë si ditë, domethënë që ju do të njiheni me auditorët e Universitetit të Vlorës, janë në funksion të mësimdhënies dhe vitit akademik, ndërkohë që ju urojmë shumë suksese në këtë rrugtim shumë të bukur. Faleminderit që keni zgjedhur Fakultetin e Shëndetit dhe Departamentin e Kujdesit Shëndetësor. Dekani i Fakultetit të Shëndetit Ngalejt Mëhilli thekson se numri i studentëve është rritur ndjeshëm në programin e infermierisë. Studentët e rinj janë informuar për gjithçka dhe janë njohur me ambientet e fakultetit. Në Fakultetin e Shëndetit gjërat kanë vijuar normalisht. Numri i studentëve është në rritje në krahasim me vitin e kaluar në Fakultetin e Shëndetit në degën e infermierisë, ku ka rreth 40 studentë më shumë se sa vitin e kaluar. Gjatë ditës së parë, studentët e vitit të parë janë informuar mbi programin e studimit, mbi orarin mësimor, mbi procedurat që ata duhet të ndjekin për regjistrimin e lëndëve etj. Si dhe janë njohur me ambientet e fakultetit, laboratorët e ndryshëm të cilët fakulteti ka, si dhe janë shoqëruar në godinat e tjera të universitetit për të njohur dhe me ato. Kjo do të vazhdojë dhe për grupet e tjera të programit të infermierisë deri në orën 12, ndërsa nesër dhe pas nesër do të kemi dhe informim më të detajuar për këta studentë si dhe për studentët e vitit të dytë dhe të tretë. Mëhilli thotë se priten ende regjistrime në këtë fakultet, sidomos në degën e infermieri Mamis. Presim akoma regjistrime në ciklin e parë, të cilat përfundojnë në datën 8. Deri në këtë moment, siç e përmenda edhe më përpara, ka një rritje të numrit të studentëve në degën e infermierisë, ndërsa në degën e infermieri Mamis kemi një numër çik më të ulët në krahasim me vitin e kaluar, por duke ditur dhe duke patur parasysh që ka ende ditë për regjistrime, shpresojmë që do të arrijmë atë numër në ditët në vijim. Në programet e ciklit të dytë, në programin e masterit shkencor në infermieri, kuotat pothuajse janë plotësuar. Për herë të parë kemi dhe një plotësim të kuotave në masterin profesional infermieri pediatrike. Hapi i dyert gjatë kësaj të hënë dhe Fakulteti i Shkencave Humane për të gjithë studentët e ciklit të parë dhe ciklit të dytë. Studentëve të rinj u është dhënë informacioni i duhur dhe janë prezantuar me disa nga elementet e rëndësishëm që ata duhet të njohin gjatë jetës studentore. Sigurisht që në ditën e parë studentët, e kryesisht ata që janë në vitin e parë, u mbështeten me informacion, ju dha informacioni detajuar për të gjitha degët e programeve të cilët ata frekuentojnë. Të gjithë pedagogët e programeve u prezantuan edhe disa elementë të rëndësishëm në lidhje me orientimin e studentëve, jo vetëm sipas orareve, sipas programeve, por edhe për të frekuentuar edhe zyra të cilat janë të rëndësishme për ta, siç është zyra e studentëve, informacionin mbi studentët, sekretarit mësimore dhe të gjitha, domethënë u bë një tur për të parë fakultetin, për të parë klasat të cilat ata do të frekuentojnë dhe sigurisht pastaj
Më pas, sipas orarit i cili është afishuar në fakultet për të gjitha departamentet dhe programet, filloi dita e parë e mësimit. Zëvendës dekania e Fakultetit të Shkencave Humane, Entela Avdulaj, thot se ka një rritje të konsiderueshme të numrit të studentëve këtë vit dhe shpreson që të ketë plotësime të programeve që ende nuk kanë plotësuar kuotat në raundin e tretë. Ne jemi tani afër fundit të raundit të dytë të regjistrimeve. Kemi një rritje më të lehtë, domethënë, sesa ishim në intervistën e parë, po dhe krahasuar me vitin e kaluar kemi një rritje më të konsiderueshme. Shpresojmë që me fillimin edhe të raundit të tretë të plotësohen të gjitha në mënyrë të plotë dhe më tepër të gjitha programet të cilat pothuajse janë funksionale të hapura. Avdulaj ka edhe një mesazh për të gjithë studentët. Në këtë fillim viti, unë dua të uroj të gjithë studentët të cilët kanë zgjedhur të frekuentojnë dhe të ndjekin degët e fakultetit, degët që jepen në Fakultetin e Shkencave Humane. Falenderojmë studentët ekzistues për të rritur akoma më tepër qëndrueshmërinë dhe cilësinë e tyre në mësimdhënie. Sigurisht falenderojmë gjithë komunitetin e prindërve, të mësuesve, të cilët i orientuan këta student drejt degëve të fakultetit tonë.